Thank you for inviting me to be part of this journey, Mr. President. Falenderon presidentin amerikan për ftesën, si të jetë personale dhe jo ftesë për Shqipërinë, dhe falenderon gjithashtu që do të jetë pjesë e këtij udhëtimi. Si për t'i thënë atij dhe të gjithëve se në këtë udhëtim do të jem edhe unë. Nuk ka asnjë shans që të jetë në këtë udhëtim, sepse është i zhytur në korrupsion dhe është në nënhetim, brenda dhe jashtë vendit. I vetmi udhëtim që e pret është vuajtja e ndëshkimit që do jap drejtësia. Pa shtuar këtu që padronët e tij Soros janë ende gjallë. Kush e di çfarë lloj falenderimi do japin ata, mos e dhënë Zoti. The fully aligned bipartisan vote of support this initiative received in our parliament speaks for itself about how honored Albania is to be a founding member of this new organization. Me dinakërinë e diabolit i tha të pranishëmve se ka votën unanime të parlamentit shqiptar për të qenë në bord. Për këtë, Berisha dhe dementët politik që kanë mbledhur në parlament për deputet, le të mbajnë përgjegjësinë e votës, me së cilës lejuan që Shqipëria të përfaqësohet në bordin e paqes me këtë kryeministër. Ndërkohë që do të duhet ta refuzonin dhe antarësimin në bord ta votonin dhe ta realizonin pas rrëzimit të arpagonit kryeministër, kumbarit të Sorosit, dhe për arsyetimin më sipër të informonin departamentin e shtetit. Many in Europe say the Board of Peace is meant to substitute the United Nations. It does not look to me like an attempt to replace the UN, but if it helps shake that agonizing giant and inshallah wake it up, then God bless the Board of Peace. Mr. President, we commend. Dhe pasi ledhaton Trumpin duke qortuar europianët që nuk po marrin pjesë në bord, dhe ata që pretendojnë se ky bord po zëvendëson Kombet e Bashkuara që nuk e kanë kryer as detyrën. E teksa i sqaron europianët nga Washingtoni që nuk është kështu, me një inshallah, uron ta bekoj Perëndia bordin e paqes. Janë këto lojrat bajat e të fjalëve të përçartura, të shumë shpejt viktimës, që po u del në prit atyre që ka 27 vite që e mbajnë në pushtet, duke folur nga katedra e të qoftë largu Trump. Nuk është vetëm qesharak, është amoral, i pa cip, i pa karakter dhe tani e kuptuan këtë edhe të tij. Ç'kan për të na parë syt. We commend your decisive role in bringing a halt to the heartbreaking conflict in Gaza, and Albania has confirmed its participation in the stabilization force with our troops. Do të dërgoj trupa në Gaza, do të dërgoj binënash në gojën e tytave të Hamasit, të kësaj organizate terroriste që flijon njerëzit e saj, e jo më trupa të huaj. Do të dërgoj trupa nga Shqipëria ky dhe 4 vende të tjerë. Vetëm 5 vende vendosën të flijojnë ndoshta bitë të tyre në tokë të huaj. Me kë e mori këtë vendim vallë? Po ata deputetët e opozitës që votuan e dinin këtë? At the same time, I propose that this board invite all countries to contribute directly by building a dedicated public facility for Palestinian children, and in doing so, the world would help the children of Gaza, who are the most innocent hostages of the lunacy of Hamas, to grow within the tangible presence of the largest chain of hands humanity has ever joined together. By not only putting the money, but bringing their own architects in this, so the world will transform an wound of history into an oasis of hope, where compassion takes concrete form and the future is shaped around those who deserve it most, the next generations of Palestinians. Albania will be privileged to stand in that chain. Në emër të humanizmit, për ta thënë përmbledh Tazi, sapo ju tha se do të bëhet streje e fëmijëve palestinez. Shqipëria ofrohet për këtë dhe padyshim këta fëmijë nuk do të vinë vetëm, por të shoqëruar nga prindërit. Është pikërisht kjo që kemi thënë 16 muaj më parë dhe që sot është fakt, me spohimit të kryeministrit të shqiptarëve. Ja pra, pse është në bord, ofron gjithçka, shet gjithçka, për të shpëtuar kokën. Me kë e mori edhe këtë vendim vallë? Po ata deputetët e opozitës që votuan e dinin antarësimin në bord e dinin edhe këtë kusht? Pra, palestinez nga Gaza, shumë palestinez do të keni mes tuaj, ju shqiptar të mbetur në Shqipëri. Durat nga kumbari i Sorosit, sot jarg e Trumpit. Allow me very briefly to draw your attention to another open conflict closer to home, where President Trump's leadership during his first term brought Kosovo and Serbia closer than ever to a final peace agreement. The president of Kosovo was then brutally prevented from traveling to the White House to sign that agreement in the presence of President Trump. And this was the doing of the very same Sicario prosecutor that went after President Trump himself, and for that became worldwide famous. Today, the Kosovo president have now spent 6 years in pretrial detention before a special court in The Hague
sponsored by several democratic states, some of them present here, that should be shamed of that type of international justice. Just last week, Mr. President, another prosecutor, funded by this great country and its taxpayers, requested 45 years of imprisonment for him, a request that sent shockwave of humiliation through an entire peace-seeking nation. At this moment, only a few months stand between a man who rose from resistance to ethnic cleansing to become a peacemaker and the potentially devastating outcome in a court that has so far failed at every step to uphold the standards of democratic justice. For the sake of God, Mr. President, let's do something before, as you say, very bad things might happen again. Dhe ky pasazh nga fjala e tij është një gafë diplomatike, politike, me së cilës i dha fund marrëdhënieve me Europën ku aderonte të integrohej. Foli për turpin e europianëve që arrestuan Thaqin, teksa po shkonte para 6 vitesh në Washington për të firmosur marrëveshjen për Kosovën, në prezencë të presidentit Trump. Foli për turpin e tyre, disa prej të cilëve janë në sallë, teksa Thaçi po dënohet me burgim. Dhe në përgjërim i kërkon Trumpit të bëjë diçka. I kërkon presidentit të Amerikës të kundërshtojë institucionet e drejtësisë në Hag, siç bën ky me drejtësinë në Shqipëri duke i cilësuar qenë dhe minj, budallënj dhe kokbosh. Qëndrimi fatal i një ignoranti politik, kostot e qëndrimeve të cilit i paguajnë shqiptarët. Si do të reagojnë europianët vallë përballë këtyre fjalëve dhe frazave, jashtë çdo etike politike dhe diplomatike? Pak a shumë, Rama i dha sallës tablon e një Europe me vende të ashtu quajtura demokratike, por që nuk janë të tilla. And again, thank you so much for including Albania in this noble initiative. By bringing close friends of Israel and of the Arab countries, we very much hope to be an added value in your amazing vision. Trumpi nga rrezik për Amerikën dhe njerëzimin, sot i rezulton njeri me vizion të jashtëzakonshëm. Ky është kreu i kartelit, i cili edhe pse tha gjithë këto marrëzi, atje për amerikanët ishte thjesht numër. Nuk ka fjalor humani që të përshkruajë ndërthurjen e diabolizmit dhe idiotësisë tek ky njeri, që për fat të keq është kryeministri i zgjedhur i shqiptarëve. Tani, pa më të voglin dyshim, radhën për t'u marrë me tek adhëndëri. Aleksi pra dhe europianët, gjermanët dhe francezët kryesisht, por jo më pak belgët dhe holandezët. Një ditë e zezë pis kjo, por ndoshta fundi një agonie të gjatë. Mast Channel. Please subscribe.